Veprat e Martin Camajt, një prej figurave të shuara letrare të vendit, janë ekspozuar në bibliotekën Gjergj Fishta në Lezhë. Kjo ekspozitë e veçantë është hapur në kuadër të 33 vjetorit të vdekjes së Martin Camaj dhe përmban 25 vepra të tij, 2 prej të cilëve të nënshkruara nga vetë autori, duke ofruar një pasqyrë të pasur dhe të thellët kontributit shkriptarit në letërsinë shqiptare, të cilët kanë lënë një ndikim të thellë në kulturën dhe identitetin shqiptar. Kjo iniciativë do të kthehet në traditë për të sjellë në vëmendje dhe përkujtuar njerëzit e letrave që kanë lënë gjumë në vendin tonë, thot përgjegjësi i bibliotekës Gjergj Fishta në Lezhë, Paulin Zefi. Në kuadrin e 33 vjetorit të kalimit të Martin Camajt në Amshim, kemi konceptuar dhe realizuar këtë ekspozitë me veprat që ndodhen në fondin e bibliotekës Gjergj Fishta, publike Gjergj Fishta në Lezhë, që kemi titulluar 33 vite pa Martin Camaj. Kemi gjithsej 23 vepra që ndodhen në fundin e bibliotekës, por e veçantë është në fund. Kam 3 vepra të mia nga koleksioni im personal, biblioteka ime personale, nga fondi i librave që kushtojnë jetës dhe veprave të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. 2 prej tyre janë 3 studime të cilat janë botuar në Munich, në Gjermani. Njëra është botuar ku ndodhi një studim me Martin Camajt, që lidhet me jetën dhe veprat e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. 2 të tjera, njëra është analizë vepre e Skënderbeut pa fani Jeronim Deratës, ndërsa tjetra është sërish për këngat arbëreshe që lidhen me jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. 2 të fundit janë botime të veçanta, marrin një vlerë të paqëmueshme sepse janë të firmosura, të nënshkruara nga vetë autori. Çka e bën faktikisht të veprat paqëmueshme, nuk ndodhen në asnjë fond tjetër, për këtë jam shumë i sigurt. Kam pasur fatin të gjej të sigurohet dhe të bëj pjesë bibliotekës time personale. Siç edhe duket nga pamjet se mund t'i shihni aty, janë të nënshkruara nga vetë Martin Camaj, bërë dhurat miqfeti profesorat Tiranës. Njëri nuk jeton më, kurse tjetri është moshë të thyer, por është akoma gjallë. Faktikisht Martin Camaj është ndër të paktit që meriton një vlerësim të tillë. Ka shumë autor shqiptar, por Martin Camaj kontributin jashtëzakonshëm që ka dhënë, e meriton që të caktohet jo një ditë e veçantë, por pra një javë kulturore, po themi, javë kulturore e Martin Camaj, madje edhe muaj kulturor Martin Camaj do të ishte një ide shumë e bukur. Ne kemi marrë këtë nismë, është nismë e veçantë, që të parapri edhe aktiviteteve të tjera, që të përkujtojnë jetën dhe veprën e Martin Camaj dhe autorëve tjerë të rëndësishëm shqiptar që kanë dhënë kontribut për gjuhën, letërsinë, historinë e tjerë të popullit tonë. Kjo ekspozitë me veprat e Martin Camaj do të qëndrojë hapur për disa ditë dhe është një mundësi e mirë për të gjithë ata që duan të njohin më shumë rreth jetës dhe veprës së tij, si dhe për të shfrytzuar mundësinë e pasurimit të njohurive mbi këtë autor të shuar shqiptar.